Jemi në vazhdën e mësimeve të cilat I ka grumbulluar Imam Bukhariu në librin e tij të njohur El Adabul Mufrad, edebi I veçantë dhe I theksuar I muslimanëve, ku në kapitujt e radhës do të sjell një varg hadithesh nga Muhamedi alayhi salatu vesselam se si lutej me lutje të ndryshme. Pra pam në kapitullin e gjumas së kaluar që e morëm, kapitullin e lutjeve kundër zullumqarëve, apo kundër çdo njerit I cili I ka bërë padrejtësi dikujt tjetër. Dhe pam se lutja kundër dikujt ka disa kushte, sepse jo secili që lutet I pranohet, apo ajo duhet të jetë e drejtë. Për këtë arsye përfunduam në ligjëratën e kaluar këtë kapitull për të vazhduar tani me kapitujt e radhës, të cilat kanë të bëjnë me lutje, me dua, nga se duaja është pjesë themelore e fesë së Zotit te bareke ve teala. Andaj ka sjellë Imam Bukhariu disa prej duave të ndryshme, të cilat kanë të bëjnë me njashtu edukatën e muslimanit në lutjet e veta. Kapitullin e radhës I ka titulluar dhe emërtuar Imam Bukhariu Babun men da'a bi tulil umur. Kapitull ai I cili lutet për ymër gjatë, për jetë të gjatë. Apo andaj edhe për shkak se ne kemi trashëguar në kulturën tonë, edhe të gjuhës shqipe, edhe të traditave tona muslimane, edhe që janë përzi pastaj edhe me traditën e kabileve dhe fiseve të ndryshme, shumë prej lutjeve të cilat kanë ardhur nga Kur'ani dhe Suneti Muhamedit alayhi salatu wassalam kanë mbetë edhe si përshëndetjet tona, sikur për shembull lutja që ne e bëjmë zakonisht tu ngjat jeta. Tu ngjat jeta pra tu zgjat jeta, e cila është e marrë gjithashtu nga mësimet e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ne do të shohim sot se kur lejohet njeriu me u lut për jetë të gjatë. Apo njerëzit të përshëndesin dhe bëjnë dua, thonë tu zgjat jeta. Mirë po, do ta shohim se si është më e mira të bëhet duaja për jetë të gjatë. Të nderuar xhamat, ne e dim se jeta e kësaj bote nuk është për gjithmonë. Jeta e kësaj bote është e përkohshme. Dhe njeriu e din se as vetë s'ka me jetue për gjithmonë. Argument kur e sheh llojin e vet se si jeton për gjithmonë. Nëse thot dikush, a ki argument se unë nuk kam jetu për gjithmonë, po është lloji njerëzor. Kur të vdes një njeri, argumenton se edhe unë kam e vdek, për vetë se nuk e dim kur. Për këtë arsye ne I shohim argumentet e Zotit vazhdimisht në tokë. Për shkak se kjo jetë nuk është e përgjithmonshme, është e përkohshme. Mirë, por është e përkohshme në mënyrë relative. Ja se për shembull jeton ti 60 vjet, dikush jeton 1000 vjet. Dikush ka jetuar më herët shumë ma vite më të mëdha. Për këtë arsye, ti në raport me dunjan je I përkohshëm. Apo, për ndryshe koha është e përgjithmonshme. Te Zoti I Madh te bareke ve teala. Atëherë, pasi që jemi në dunjan e përkohshme, a na lejohet neve si musliman dhe kur na lejohet që të bëjmë dua me na uzgjat jeta, me pas ymër gjatë. Ne kur përgëzojmë apo bëjmë dua për njerëzit të cilët u lindin e vlad, çka themi, I bëfsh 100 vjet. Apo, dhe kjo është lutje për me të zgjat jeta. Mi po na mëson neve Muhamedi alayhi salatu wassalam se lutja për jetë të gjatë duhet të kushtohet me vepra të mira. Andaj transmeton Anas ibn Malik radhiyallahu an hadithin e parë sahih që e ka nxjerrë Imam Bukhariu në librin El Adabul Mufrad, thot Anas ibn Malik كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا أهل البيت. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam hynte te na. Asa Anas ibn Malik ka qenë shërbëtori I Muhamedit alayhi salatu wassalam. Fa dakhala yawman. Dhe një ditë prej ditëve hyri tek neve. Pra pejgamberi alayhi salatu wassalam ka hyrë shtëpia e Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, I cili është prej sahabive me jetë më të gjatë dhe me ymër dhe me fëmijë mas shumti. Thot, fa da'a lana, dhe bëri dua për neve. Dhe kjo është prej etikës së muslimanit, që kur të hin dikon me bë dua për ta. Zoti t'ju jep shëndet, t'ju jep të mira, t'i bekon e kështu me radhë. Fa qalet Sulejm khuajdimuka alla tad'u lah. Atëri ka thënë nana e vetë,
I ka than: "Khuwaydimuka ala tad'u lahu." Pra I ka than: "O I dërguari I Allahut, ky shërbëtori I vogël I joti." Pra Enes ibn Malik ka qenë I vogël. Ka qenë I vogël. Ky shërbëtori I vogël I joti, a nuk përlutesh për ta? Megjithse pejgamberi sa mu ka lutë në përgjithësi, por ka kërkuar të lutet në veçanti. Pra emër me mbi emër të lutet për ta. Ata e kanë ditë se duaja Muhamedit alayhi salatu wassalam është e pranuar te Zoti I Madh te bareke ve teala. Atëra qal tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, po do të lutem për Enes ibn Malik. Çfarë duaje ka bë? Çfarë duaje ka thonë kështu: Allahumma akthir mala wa walada wa atil hayata waghfir lahu. Ka bë këtë dua Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për Enes ibn Malik radhiyallahu anhu. Çfarë ka thënë? Ka thënë: O Allah, ka thënë shtoja pasurinë, shtoja mallin, financat, riskun. 2. Shtoja evladët, japi shumë evlad, japi shumë nipa. Wa atil hayatahu, edhe zgjatja jetën. Që themi ne, tu zgjat jetën. Tha pejgamberi dhe: O Allah, shtoja jetën. Pra shtyja shumë. Waghfir lahu, edhe falja gjunavat. O Allah. Këtë dua ka bo pejgamberi alayhi salatu wassalam për Enes ibn Malik radhiyallahu anhu, I cili është sahabiu më zgjati që ka jetuar prej sahabëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Fada'a li bi thalath. Thot Enes ibn Malik kur ka bo plak, kur ka bo moshë të shtyme, edhe qatë shumë ka jetu Enes ibn Malik, sa që mo I ka ardhë marë pëse nga gjallë. I kanë dek dostat, kanë dek kujshit, I ka mrije fmit e kujshive, dostave të vetë, I ka mrije nipat e dostave të vetë, kja la gjallë, ka njës mjarë marë. Apo, me gjithë se kje ka ditë se kjo jetë është me duan e pejgamberit alayhi salatu wassalam të pranuar te Zoti I Madh subhanahu wa taala. Atëra ç'a thot ka bër dua Muhamedi alayhi salam për mu 3 herë. 3 I kam pa. Në kamete 4. Cila është ajo? Thot fedefentu mi'atan wa thalathatan. Thot me durët e mia vet I kam varros, I kam qefinoz dhe I kam varros 103 evlad dhe nipa. Pra komplet me nipa, me mbesa. Thot me durët e mia 103 unë I kum varros. Të më dhanë ju ka pranu duaja pejgamberit alayhi salatu wasallam ju zgjat jetën Enes ibn Malik. Dhe kjo është argument se lejohet të bëhet dua për jetë zgjatje me kusht me vepra të mira. Me vepra të mira. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasallam kur u shpyt, I kanë thënë ja Rasulullah, a ban me bëu dua Allahit të më morë shpirtin, mos jetoj më. Por që mund të vente huna, vështirësia, sprova, telashe, a ban me thënë o Allah, vdisëm, merr ma shpirtin. Ka thënë pejgamberi sa jo. E nëse e kije patjetër ta bësh një dua, atëherë bane kështu. Atëherë ç'a më bë? Ka thënë thuj o Allah, si t'jet jeta jeme dhe zgjatja e jetës hajër për mu, shtoje. E nëse është sharr për mu, nale. Pra, kush zoje, cili është kushti, hajri edhe, pra, nëse ti I ban 100 vjet, edhe nuk ban vepra të mira, ç'a duhet jeta? Çka duhet jeta me shtu gjunave, me bëjë mëkate? A nëse ban mirë, o ma mirë jetë gjatë, e me vepra të mira, se jetë shkurt, e me pak vepra. Mirë po, e kusht është me vepra të mira, jo pa vepra të mira. Atër thotë Enes ibn Malik, e para mu ka realizue 103 veta për familjes time I kam vorros. 103 veta për familjes vet. Që do më thonë se Allah ja ka shty imrin gjatë Enes ibn Malik radhiyallahu anhu. Thot dhe e dyta, thot wa inna thamarati la tut'imu fi as-sana marratayn. Ka thonë dhe kopshti im, basha jeme. Ka thonë arabët kanë punu në Medine me hurme, dhe sot punojnë me hurme. Apo, përveç begatisë nafti që e kanë tani në kohën e re, për ndryshe kanë punu gjithmonë me hurme. Dhe ky ka pas hurme të veta. Thot gjatë vitit njerëzve ju bëjshin një herë hurmat.
Njëra ka vjellë dhe u kry. Thot, wa inne themarati le tut'imu fi seneti marratayn. E muë Zotin begatoj me duan e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Hur me mu mi pje kopshti jam pro trunjët e mia 2 herë. Pema jeme, drunjët e mi 2 herë më kanë dhanë muë hurme. Për ndryshin nga të tjerët që të mirën nga 1 herë. Dhe kjo është me duan e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Për këtë arsye, pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka bët legjitime që me bën njëri dua për jetë gjatë dhe imër gjatë me punë të mira. Andaj ka thonë e dyta mu ka realizu. Allahu më ka thonë financa, ka thonë ekonomi, edhe kam pasurit madhe. E ka bo Allahu gjilexhan njërë për zënginave të mdhejt të Medinës pejgamberit alayhi salatu wassalam. Thot, wa talet hayati hatta stahjejtu min an-nas. Ka thonë dhe e treta që ka bo pejgamberi alayhi salatu wassalam, tu zgjat jeta. Që ka bo doa pejgamberi sallam? 4 gjana. E para ka thonë, shtoja pasurien. Ka thonë mu mjep hur ma Zotit 2 herë në vit. Me thonë 2 herë në vit është do me thonë të na me konë milioner në rrethanat e Arabis. E vlat ka thonë 103 me një pa i kam voros une. Ka thonë dhe jeta mu ka zgjat qatë shumë sa që po më vjen marë për njerëzve. Vjen se jam bo plak i madhë. Kitë kanë shku, unë e kam met. Apo, kitë kanë shku, unë e kam met, janë ndru shumë gjenerata, shumë breza, unë e kam bet ende. Për këtë arsye thuhet në transmetime se prej 4 imamave ai i cili e ka mri Enes ibn Malik plak, e ai i vogël ka qenë Ebu Hanifja rahimahullahu taala. Për shkak se Enes ibn Malik ka qenë shumë plak dhe ka jetu gjatë dhe e ka mri Ebu Hanifën rahimahullahu taala. Dhe Ebu Hanifja ka mri Enes ibn Malik andaj llogaritet prej tabiinëve të cilët i kanë pa shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj thot, më ka dhënë Zoti imër qatë shumë sa që po më vjen marrë më pi njerëzve se ketë kanë ndrujet familjartë, shokët, miqt, kojshit. Thot edhe vlatë të tëre i kumëri, edhe nipat të tëre i kumëri. Thot dhe ka fillu me marrë turp prej imrit të gjatë që më ka dhanë Zoti i Madh te bareke ve teala. Dhe pastaj çfarë ka thënë? Ka thënë dhe jam të prit duan e 4. Cila doja e 4? Ka thënë ve arjul maghfira. Dhe pejgamberi sa ka bëu dua për mua, Allah më fal gjunat. Ka thënë ç'kjo është e fundit. Këta Allah nuk e di, çiko sa precis ka qenë. S'ka thënë kjo është sigurt. Pse çiko, pejgamberi sa ka bëu dua dhe duaja e tij është e sigurt se ka bëu. 3 i ka pa. Mirë, po kur ka ardhur te fundi, çfarë ka thënë? Wa arju. Ata jam të shpresu me ma falë Allah. Se s'ka thonë sigurt ma falë? Me gjithë se pejgamberi se më ka po doa për ta. Thonë jam të prit 4-ën, Allah ma plotsoft. Për këtë arsye, du të me pas njeri adept me Zotin. Jo me folë me Zotin e vetë, apo për Zotin e vetë, apo ne më në Zotit vetë, me të prejme. Sigurt o kjo punë. Sigurt, kush ta ka boti sigurt? Ta ka thonë dikush në dekreta, ta ka thonë në vula, jo s'kije. Për këtë arsye shiko ki, 3 duat ju kanë plotsuar pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ka thonë ka mete 4-ta, shpresoj Allahu me mi falë gjunat. Allah na falë të gjithëve gjunat tona ya rabbal alamin. Për këtë arsye është hadithi i parë që kanë nxjerrë dietarët Imam Buhariu në këtë kapitull. Për çfarë? Ka thonë për lutjen e kujna. Për lutjen për jetë të gjatë. Mirë, po me çfarë? Çfarë fam e kushzume? A lejohet na mi thon dikujt të zgjat jeta? Po, me punë të mira. Me punë të mira. Por këtë arsye kanë qenë dy shok ngone pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe tu ditë kanë ndru jetë mbrana 1 vitit. Jo kanë ndru jetë njëri, vllavi vet kanë ndru jetë 1 vjet mas. Dhe njëri prej tyre ka pas dosta. Dhe një net pinetve ishe në ëndër. E shen në ëndër këtë dytin që ka ndru jetë ma vonë, e shen xhenet ma nalt. Dhe sa bashkon te pejgamberi alayhi salatu wassalam, thotë ja Rasulullah, a i di ato 2 vllazni që pa të ndru jetë mëna 1 vjetit? Thot po. I kum pa, thot në ëndër. Thot si i ke pa në ëndër? Thot këti dytin që ka ndru jetë ma vonë, 1 vjet mas e kum pa më nalt. Çish e shpjegon këta? Atëri ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, a nuk u ka falë 1 vjet ma shumë? A nuk ka xhuru 1 vjet ma shumë? Në Ramazan shtesë ka. Apo? A nuk ka bo këta dhe këta pe veprave 1 vjet ma shumë? Ka thonë po ja Rasulullah, ka thonë për s'ta e ki pa më nalt. Se kjo edhe 1 vjet mundësi për veprat mira e ka pas. Për këtë arsye nga këto hadithe kanë nxjerrë dietarët se njeriu lejohet mu lut për jetë të gjatë, mirë po me kushzu.
O Allah, më punë të hajrit. Se shpesh njerëz thonë, i bafsh 100 vjet. Ai ty i bën 100 vjet ti e merr inati. Pse? Se s'bën punë të mira. Apo, e mu bo zullumqar bëhet keq. Mu bëhet keq. Po këtë arsye, shiko kur ju zgjatet jeta zullumqarëve. Hekin njerëzit, hekin toka, hekin edhe kafshët. Pse? Se ju ka zgjatë jeta zullumqarëve. Po këtë arsye duhet me bëu dua për vete, edhe për të tjerët me kusht. O Allah, zgjatja imrin, shtoja punë të mira. Mushja fletët e veprave, e fletët e jetës së tij me vepra të hajrit. E jo vetëm me bëu kështu mutlak, tu zgjat jeta e pastaj ajo jetë, çfarë lloj jete është? Nëse nuk ka punë të mira, çfarë duhet? Ka njerëz të cilët bëjnë mëkate. Madje ka njerëz të cilët u shku ka blesni, ala më shumë mëkate bëjnë. Në vend se mu pastru te Zoti e mi utut Allahu subhanahu wa taala, ata degradojnë në pleqëri. Për këtë arsye, njeriu duhet me bë dua te Allahu subhanahu wa taala për jetë të gjatë. Nëse ban duhet me kushzu me vepra të mira.